cilin ai le të themi nuk jo domosdoshmërisht e meriton apo është me një respekt të cilin edhe ne do të na duhet na bënte krenar si shqiptar. Dua të qëndroj vetëm pak këtu Eris gjatë 24 orëve të fundit, kur janë përfolur, analizuar, ngjyrosur shkëmbimet e folura apo të shkruara midis presidentit Trump, kryeministrit të Norvegjisë, situata e Groenlandës me Danimarkën, po kjo e Norvegjisë ishte spektakolare raport me, si më thënë, doja ta ndihmoj botën, po tani që s'më dhat Nobelin, nuk e ndihmoj dot, nuk e kam mendje ke paqe, pra jam mërzitur, ofenduar. Po jo vetëm kaq, por trajtimi i Macronit sot. Ky momenti kur po zgjohet nga një ëndër e keqe e gjatë zonja van der Leyen me të vetët për të kuptuar që bota nuk është ose nuk do jetë më njësoj siç ka qenë 60-70 vjetët e fundit, automatikisht kjo ngjarja e pompimit të një situate relativisht parëndësishme, protokollare, dhe shitja ndaj popullit tënd si ngjarje e madhe për të thënë që ne do bëjmë biznes si zakonisht dhe situata me mua nuk është kaq e rëndë sa të gjithë e perceptojmë. Kjo duket sikur është një sindrom tani më mbar botror ku askush nuk e kursen më vetë turpërimin në një kuptim. Lexuar nga Brukseli, ju duket edhe juve kjo situata relativisht tragjike në raport me atë që liderët shesin, si e shesin, çfarë ju blehet nga qytetarët e Europës e të botës, se më thënë jemi çfarë në kohë kur po bien idhujt, nuk ka më çfarë t'ju lexojmë, çfarë t'ju shohim, çfarë t'ju pranojmë, çfarë t'ju pëlqejnë, çfarë duar trokasim më? Kuptohet që Shtetet Bashkuara të Amerikës janë një aktor i rëndësishëm në politikën ndërkombëtare dhe le të themi ata janë në një pozicion komod për të vendosur, por në raport me vende të tjera, qoftë edhe me Bashkimin Evropian, le të themi po ndodh në mos një tronditje, një lloj shkundjeje për të kuptuar se si qëndrojnë marrëdhëniet midis Shtetet Bashkuara dhe të Amerikës dhe se ku këta dy partner tani më e gjejnë veten të gërshetuar në politikat e tyre. Unë do të thosha që Shtetet Bashkuara të Amerikës në raportet me Bashkimin Evropian pra janë në një pozicion komod dhe dua të bëj sërish lidhjen me Shqipërinë. Kuptohet që shumë lider, qoftë edhe europian, janë ndjerë në pozita jo fort komode në raport me presidentin Trump, por nuk duhet harrojmë që Bashkimi Evropian është duke menduar mbi bazat e interesit të Bashkimit Evropian. Kështu që unë do të kisha dashur shumë që edhe Shqipëria në momente të rëndësishme të vendimarrjes të mendojë paraprakisht për interesat afatgjate që kanë lidhje me Shqipërinë, ashtu siç bëjnë edhe liderët europian, kështu që në këtë aspekt do të kisha sugjeruar që kryeministri shqiptar le të marrë disa mësime dhe nga liderët europian, pavarësisht momenteve le të themi jo të shkëlqyera. Do ishte mirë që interesat kombëtare shqiptare të viheshin në rend të parë dhe kuptohet dhe për ne si qytetarë europian është e rëndësishme